Të dashur shqiptar, gjuha shqipe në Shqipëri ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me gjuhën arbëreshe në Itali. Dhe çfarë bëjnë arbreshët? Bëjnë letërsi, vepra kulturore, drama. Dhe këto fjalë kanë hyrë në gjuhën shqipe në mënyrë indirekte. Një nga këto fjalë është fjala rëndoj. Dhe është gjetur një shprehje arbreshe, punon dhe rëndon. Në ç'kuptim kuptim ka? Ka kuptimin që punoj dhe jap shumë rendiment, kthej shumë të ardhura. Fjala rëndoj në gjuhën arbreshe ka kuptimin si në italisht. Rendere do të thotë jap shumë, kthej mbrapsht, kthej përfitim të madh. Dhe kjo vjen nga latinishtja redo, do të thotë jap mbrapsht, dhuroj. Është formuar nga parashtesa re plus do të thotë jap, me dhanë. Është një lloj edhe në gjuhën shqipe dhe në latinisht. Pra jap mbrapsht. Redere, jap mbrapsht. Kjo bëhet rëndoj në gjuhën arbreshe. Ka kuptimin punoj dhe rëndoj, jap shumë të ardhura, shumë përfitim. Pastaj merr kuptimin peshoj, përfitimet bujqësore. Dhe hyn në gjuhën gege me rendue, një lloj si forma italiane, rendere. Kjo bëhet me randue në gjuhën gege dhe rëndoj në gjuhën toske, që të dyja kanë ardhur nga italishtja, rendere, jap mbrapsht, dhuroj. Tani, Gustav Mahler kujton se fjala i rëndë vjen nga grande, ka rënë gëja dhe është bërë rëndë. Pra unë jam më i madh se Gustav Mahler. Pse? Ku qëndron gjenialiteti im? Kontakti me arbreshët. Kjo ka ndodhur mbas krijimit të këtij kanali në YouTube. Ata më shkruajnë mua, ç'kuptim kanë fjalët arbreshe në italisht. Fatmirësisht, fjalët në arbërisht dhe italisht kanë të njëjtin pothuajse shqiptim. Rëndoj, rendere në italisht. Tani shqiptarët ngatrojnë fjalën rëndoj, jap shumë, punoj shumë, me fjalën mera, bie. Fjala mera është në gjuhën arbreshe, ranë, i rënë. Është dhe i rënë dhe i ranë, që të dyja pjesoret. Dhe emri abstrakt është të rënëtë, do të thënë të rënët, të rënët në tokë. Dhe të rënët ka dhe kuptimin e fjalës epilepsi, të rënët në tokë, sëmundja e tokës. Në gjuhët slave është padaçka, ka kuptimin bie. Pada, bie, padaçka është epilepsia. Edhe në gjuhën shqipe, të rënëtë ka kuptimin diçka ndodhi, diçka ra. Shumë e çuditshme, a ka fantazma? Ju betohem, diçka ra. E pabesueshme, gjatë xhirimit të filmit. Pra, ndoshta ekzistojnë fantazmat, nuk e di, shpirtrat që më dëgjojnë, se shqiptarët po më dëgjojnë, të paktën po më dëgjojnë shpirtrat e ilirëve. Më dëgjoni o fantazma, o shpirtra, ju lutem, se shqiptarët nuk kuptojnë. Shqiptarët kanë ngatruar fjalën të rënët, të fikët, epilepsia, në gjuhë slave padaçka, nga fjala padaq, bie. Dhe kanë ngatruar me fjalën italiane rendere, jap shumë, dhuroj. Në gjuhën arbreshe është rëndoj, punon dhe rëndon, punon dhe jep shumë. Pastaj merr kuptimin punon rënd. U ndryshua kuptimi, po vjen nga rendere italishtes. Kjo është çmenduri. Shqiptarët e kanë prishur gjuhën. Dhe do jap një shembull shumë të dhimbshëm. Fjala cedere në italisht do thot hap rrugë, lëshoj rrugë. Shqiptarët, gazetarë shqiptarë që s'din italisht, e ngatrojnë fjalën cedoj, hap rrugë, lëshoj pe me fjalën çaloj. Dhe të gjithë gazetarët sot akoma përdorin gabim fjalën cedoj. Çalon, cedon. Pra, të njëjtin gabim bën dhe autorët e veriut. Morën fjalën rendere, i futën
pjesën e krijimit të infinitivit me rendue, me peshue, nga italishtja. Kanë bashkuar pjesën e infinitivit me fjalën rendere. Pastaj kanë kthyer në gegnisht me randue, me peshue. Me peshue prodhimin. Punon dhe rëndon në gjuhën arbëreshe, punon dhe jep shumë. Rëndoj në gjuhën arbëreshe do thot jap shumë. Këtë kuptim ka edhe në italisht. Do të thënë autorët e veriut kanë prishur gjuhën shqipe. Do jap një shembull tjetër. Inteligo në latinishtes është bërë ndëlgoj në gjuhën arbëreshe. Është bërë dëgjoj nga Buzuku, që ishte një gomar. Si të gjithë autorët shqiptar, janë gomer. Prandaj është kjo situatë në Shqipëri, prandaj kemi këto kryeministra, kemi këta gazetar, këta akademik, të gjithë e kanë prishur gjuhën shqipe dhe variantet më të vjetra janë në gjuhën arbëreshe. Janë më të mira fjalët në gjuhën arbëreshe dhe sot kësaj dite sesa në gjuhën e Buzukut, të Bogdanit dhe të gjithë gomerëve bashk. Do të thënë, të gjithë janë idiot. Të gjithë shqiptarët. Arbëreshët kanë mbetur në Itali dhe kanë mbetur pak më të mençur se ne. Përfundimisht, fjala rëndoj vjen nga fjala rendere, jap mbrapsht, dhuroj. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor dhe e kuptuat që jam më i madh se Gustav Mahleri, e besoni apo jo?